Kurita me bora fisnik, por jarë të ndeshëm, patriot guzimtar, purat të zemrës, ndihmonin gjithë njeri tjetrin me krah të hapur, në çdo sfidë qëndronin të palkundur. Por projekti që prek më së shumë të zemrat tona është vendosja e pllakës përkujtimore kushtuar bijve të Koritës që humbën jetën gjatë viteve të luftës së dytë botërore. Kjo pllakë nuk është ngritur për të hapur plagë. Ajo është ngritur për të mos lejuar që kujtesa jonë të shuhet. Sepse një popull që haron historinë e tij rrezikon të humbas identitetin e tij. Prandaj sot jam i nderuar që më është dhënë mundësia të flas për burrat e këtij fshati, të cilët sipas kujtesës historike të ruajtur në Koritë dhe burimeve që i kanë dokumentuar këtë ngjarje, qëndruan me dinjitet në kohë të vështira, duke mbrojtur vendin, familjet dhe bindjet e tyre. Ata nuk kërkuan avdi, ata nuk kërkuan pasuri, ata kërkuan vetëm të jenë të lirë dhe me nder të jetojnë në tokat e tyre. Të nderuar pjesëmarrës, në vitin 1944 dhe në vitin 1945, Korita përjetoi një nga periudhat më të vështira të historisë së saj. Sipas historisë dhe burimeve të prindërve tanë, fshati ynë u gjend përballë një kohë të mbushur me pasiguri, luftë, varfëri dhe sakrificë. Shumë familje humbën më të dashurit e tyre. Shumë burra u morën me forcë nga shtëpitë e tyre dhe i larguan pa e ditur se ku i shojnë dhe pa e ditur se nuk do t'i kthehen kur më familjes e tyre. Korita u gjend disa herë në kërcënimin e banditëve të quajtur herë bullgar e herë partizan. Prandaj koritasit u detyruan të mobilizohen për të mbrojtur fshatin, familjen dhe nderin e tyre. Në kujtesën e fshatit ka mbetur e gjallë pjesëmarrja e shumë koritasve në radhët e ballit kombëtar, të cilët besonin se mbronin vendlindjen dhe idealet e tyre. Për mbrojtjen e fshatit Korit u zhvilluan disa betejë. Një nga betejat më të përgjithshme dhe më të lavdishme që kujtohet me respekt të veçantë është ajo e Trishtrungës. Aty ran heroikisht Beshir Latif Imeri dhe Hysni Allaman Beqiri, ndërsa Nezir Hasip Shahini i plagosur rënd ndroi jetë disa ditë më vonë. Emrat e tyre do të mbeten përgjithmonë pjesë e lavdisë së Koritës. Me nder kujtojmë edhe komandantin e ballit kombëtar për rajonin e Malit të Thatë, Shaban Skender Musliu, i cili sipas dëshmitarëve zgjodhe të mos dorëzohet dhe ra heroikisht në bjeshkët e fshatit Sallaref. Ai mbetet simbol i vetëdijshmërisë dhe qëndrueshmërisë. Pas përfundimit të luftimeve, për shumë familje të Koritës nuk erdhi paqja. Sipas burimeve të dëshmitarëve të Koritës, një pjesë e elitës së fshatit u arrestuan, ku disa prej tyre arritën të arratisen, kurse disa u ekzekutuan dhe nuk u kthyen më në shtëpitë e tyre. Sot i kujtojmë me respekt tre anëtarët të familjes, babai, djali dhe nipi: Ibrahim Jusuf Ahmeti, Ahmet Ibrahim Ahmeti, Nazmi Ahmet Ahmeti. Ashtu vepruan edhe me të tjerë, siç ishin Emin Murat Emini,
Jahi Hajdar Nuhiu, Zylfi Liman Arifi, Gjem Dahar Idrizi. Po ashtu kujtojmë edhe ata koritës që u morën me forcë dhe u dërguan në përllogarët e Dubrovnikut për t'i ekzekutuar duke i helmuar e vrarë. Me respekt të thellë përulemi para kujtimit të Kasam Sul Selimit, Nuhi Fidan Nuhiu, Shefki Isa Selami, Zeqir Muharrem Ziberi, Hasan Said Ziberi, Lazim Liman Nuhiu dhe Kamber Gjabir Gjabiri. Po kështu kujtojmë edhe Çerkez Shefik Jusufi, emri i të cilit vazhdon të jetojnë në kujtesën e bashkëfshatarëve tanë. Ata lanë pas familje, fëmijë dhe një dhimbje që vazhdoi për më shumë vite dhe akoma këtë dhimbje e ndjen. Sot ne nuk i kujtojmë për të hapur plagë, por për të dhënë vendin që meritojnë në kujtesën e fshatit tonë. Sot pas më shumë se 80 vjetësh, ne nuk mund të akthejmë jetën atyre, burrave, por mund të japim atë që askush nuk mund të marrë, kujtimin e përjetshëm. Pllaka për kujtimore që do të shpalosim sot nuk është vetëm një gur me emra, një premtim se korita nuk do t'i harroj bijtë e tyre, një premtim se brezat që do të vinë të ndalen para emrave të tyre dhe të kuptojnë se liria, digniteti kanë pasur gjithmonë një çmim të lartë. Le të jetë kjo plagë një shenjë respekti për të gjithë ata që nuk patën mundësi të kthehen në vendlindjen e tyre, por që përgjithmonë mbetën pjesë e historisë së Koritës. Të nderuar banor të Koritës, të nderuar familjar të viktimave, të nderuar misafir, të dashur bashkëvendas, zonja dhe zotrinj. Sot është një ditë e veçantë për Koritën tonë. Sot, pas 81 vitesh, ne po përmbushim një detyrim moral ndaj historisë sonë. Ndoshta kjo plagë përkujtimore duhet të ishte vendosur shumë më herët, por kujtesa nuk njeh afate. Edhe pas 8 dekadash, ne kemi detyrimin të nderojmë ata që humbin jetën dhe të përcjellin të vërtetën brezave që vinë. Jemi mbledhur këtu, jo vetëm për të shpalosur një plagë përkujtimore, por për të kryer një obligim moral ndaj historisë sonë dhe ndaj atyre që nuk patën mundësinë ta tregojnë vetë historinë e tyre. Në emër të shoqatës Korita të Re, ju falenderoj sinqerisht që me praninë tuaj i jepni peshë dhe dinjitet këtij momenti. Jo plagë përkujtimore, është një dëshmi se kujtesa nuk shuhet. Ajo është një shenjë respekti për bijtë e Koritës dhe të plevës sonë.
të cilët humben jetën në vitet të vështira 1944-1946. Sot përulemi me respekt para kujtimit të Beshir Latif Imeri, Hysni Alaman Beqiri, Nezir Hasip Shaini, Shaban Skender Muftiu, Çerkes Shefi Yusufi, Kamber Gjabir Gjabiri, Nuhi Fidan Nuhiu, Kasam Sul Selimi, Shefki Isa Selami, Zekir Sinan Ziberi, Hasan Said Ziberi, Nazim Liman Nuhiu, Ibrahim Yusuf Ahmeti, Ahmet Ibrahim Ahmeti, Nazmi Ahmet Ahmeti, Yahi Haidar Nuhiu, Zülfi Liman Arifi, Emin Murat Emini dhe Gjem Idris Dehari. Çdo emër i gdhendur këtu nuk përfaqëson një njeri, këtu përfaqëson një njeri, një familje dhe një jetë të ndërprerë. Pas secilit emër shihet një histori, një dhimbje dhe një amanet që të mos harrojmë kurrë. Ne nuk kemi mbledhur për të gjykuar të kaluarën, por për të kujtuar atë me dignitet. Kujtesa historike nuk është akmarrje, ajo është përgjegjësi. Një popull që i harron viktimat e veta rrezikon të humbas një pjesë të identitetit të tij. Prandaj, shoqata Korita të Re e konsideroi detyrim moral ngritjen e kësaj pllake përkujtimore, që emrat e këtyre burrave të mbeten të skalitur, jo vetëm në gurë, por edhe në ndërgjegje dhe zemrat e breza që të vinë. Sot përulemi me respekt para kujtimit të tyre dhe ndaj dhimbjes së familjeve që për dekada e ruajtën këtë kujtim. Le të jetë kjo pllakë një vend ku çdo brez do të ndalet për të reflektuar, për të mësuar dhe për të kuptuar se liria, digniteti dhe paqja kanë pasur gjithmonë një çmim. Dëshiroj të falenderoj të gjithë ata që kontribuan në realizimin e këtij projekti, antarët e shoqatës Korita të Re, donatorët, veprimtarët dhe çdo njeri që besoi se kujtesa duhet të ruhet. Në fund, ne të kujtojmë se historia nuk mund të ndryshohet, por mënyra se si kujtojmë atë flet për karakterin tonë si shoqëri. Lavdi dhe kujtimi i përhershëm për viktimat, i përjetshëm qoftë kujtimi i tyre dhe Zoti i mëshiroft. Ju falenderoj. Ftoj para jush që në emër të familjeve të viktimave të merr fjalën ish Reis Ulema i Republikës së Maqedonisë së Veriut, i biri këtij vendi, i nderuari dhe shumë i respektuari profesor Hafez Arif Emiri. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar bashkëshortar të Koritës, miqë dhe shamir. Sot shoqata Korita të Re, e cila në ndër vite bën takime dhe manifestime të ndryshme, me çka synon bashkimin dhe afrimin e popullatës sonë, pasi që dallgët e jetës në ndarë në 4 anët e botës. Mban një përkujtim me tekste veçantë. Si vjet në programin e saj ka vendosur që në mesin e shumë projekteve të veçoj një përkujtim që nga kalura e jonë, që dikur nuk guxohi të flitej dhe të përmendej mes nesh. Është fjala për të vërtet për të vrarët, të masakruarit, të ekzekutuarit dhe të helmuarit nga fshati jonë. Duhet të jemi të vetëdijshëm se popullata jonë nga e kaluara
ka përjetuar shtypje dhe tortura nga më të ndryshmet. Armiqtë tanë kanë përdorur gjithçka që ju ka ardhur përdore vetëm e vetëm të na zhvendosin dhe të na largojnë nga këto troje. Ndaj, për të nxjerrë në dritë atë që ndër vite është heshtur, falenderojmë shoqatën se bashku me kryesinë e saj dhe kryetarin e saj që morën këtë iniciativë. Pra, si që përmend, vitet 1944, 1945 kanë qenë regjistruar vrasjen, mbytjen dhe zhdukjen e shumë shqiptarëve të këtyre trojeve. Së fundi, ne ngelim me shpresë që këta të cilët janë në 3 grupe, unë do t'i kisha dajt, ata të cilët që u vranë në front, ata të cilët që u masakruan dhe u torturuan dhe u ekzekutuan, dhe ata të cilët që u helmuan. Me shpresë se ata kanë një gradë të veçantë tek Allahu Gjellëshanuhu, gradën e shahidit. Allahu i pranot në mesin e shahidëve, ja Rabbel Alamin, dëshmorëve. Prandaj të nderuar, më lejoni që edhe një herë me disa citate nga Kurani që përkujtoj. Pasi që këtu është shënu viti 1944 dhe 1945. Dihet do me thonë vdekja e tyre që u vranë, që u torturuan dhe që u helmuan. Por nuk shënohet kërkund se ku janë varrosur. Pasi që dim se ata janë të groposur në varë masiv, dysa të helmumur në Dubrovnik e të tjerit në front. Po gjithë kjo ka qenur pasi ata nuk ishin do një faj, po ishin njerëz të cilët që e mbrojtën nderin e tyre, e mbrojtën vatanin e tyre dhe dhanë jetën për liri. Prandaj të nderuar, këto kanë gradat të veçanta të Allahu Gjellëshanuhu, e unë me 2 ajete në Kur'an do t'ju përkujtoj se Allahu Gjellëshanuhu thot: "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat." As se si mos thoni se ata të cilët janë vrarë në emër të Allahut për ta mbrojtur tokën e vet, për ta mbrojtur nderin e vet, për ta mbrojtur familjen e vet, mos thoni se janë të vdekur. Bel ahya, por ata janë të gjallë. Po ju ndeshta atë nuk mund ta ndjeni në moment. Dhe ajeti tjetër thot: "Asesi mos gjykoni se ata janë të vdekur, por ata u shkehen te Imami Allah Gjellëshanuhu." Pasi që kemi 19 persona këtu të cilët që ashtu si që përmenda dhe u përmend ma herët, janë masakru, janë vra, janë helmu në forma të ndryshme. Duhet vetëm që u përkujtoj se namazi i gjenazës i këtyne burrave nuk ka shkry asnjëherë. 1. E dyta, varët të tyre nuk dihen. Mirë po, bel ahya, Allahu Gjellëshanuhu thot ato janë të gjallë. Dhe ajo na jep edhe neve që gjithmonë t'i përkujtojmë si të gjallë. Dhe gjithmonë në këto raste, se shumë kush ndeshta që ka dëshiru këtë ditë tjetë pjesëmarrës me ne, tani nuk është mesin tonë. Kanë kalu për në ahiret, Allahu ata të gjithi bashkoft në xhennet, po edhe neve me ta, ja Rabbel Alamin. Të nderuar, më lejoni në formën e shkurtër që të bëjmë një lutje së bashku që Allahu këto dëshmorë të fshatit ton ti mëshiron, ti shpërblen me gradën e shahidit dhe qofshin banor të xhennetit, ja Rabbel Alamin. Dhe kjo lutje duhet gjithmonë sa herë që do të vini e do ta shihni, do ta përkujtoni, me një lutje drejtohi Allahu Gjellëshanuhu
se tani ato janë në amshim, ata janë të gjallë, ato në shofin e në ndëgjojnë dhe ata mburen me ne. Çdo njëri prej këtyre sot këtu në mesin ton ka do një nit, do një sternit, do një gjallë, do një e kështu me radhë. Po ka edhe mbesa, edhe motra, të cilët që marrë një pjesë dhe kështu do t'ju edhe me dy fjalë do mi boni Allah që duhet t'i them pa tjetër se në vitet që u përmenden 1944 dhe 45 në fshatin ton kanë betur shumë jetima, kanë betur shumë familje pa krye familjarin e vetë. Mirë po bijat e këtij fshati kanë qenë trimneshat e ralla që i rritën i edukuan fëmijët. Dhe për këtë duhet vetëm t'ju përkujtoj ju dhe nënat e kësaj kohe, po bijat atyre që i përcjellin se një nanë që rrit jetima dhe kujdeset për ta dhe i mban ata si që kanë qenë kushtet e atëhershme, ajo nanë do t'jetë thot bashkë me Hazreti Muhamedit në derë të xhenetit. Dhe të shkruajnë se kush do të hyjë përpara, për shkak se nana që rrit fëmijë dhe kujdeset për ta dhe i ushqen ata dhe i mban ata, pa qenë krye familjari, ka grada shumë të vlefshme dhe të mëdha i madhi Allah xhaleshanu. Të nderuar, Allahu të gjithëve juve ju shpërbleft. Zoti ju dhash mirësi e mbarësi dhe gjithmonë t'i kujtojmë, duke i kujtu ata që në të kalumen kanë dhënë jetën, neve ndërtojmë të ardhmen. Duhet të ndërtojmë të ardhmen që asnjëherë mos të harrojmë fshatin e të parëve tanë. Dhe gjithë kush që kontribon në këtë çështje, le ta dije se ka shpërblime, ka një lëmosh që nuk do të harroje kurrë. Dhe kontriboni dhe koritën mos e harroni se fshat është që me të vërtet ka lindur trima, ka pas trima dhe në mesin e këtyne viktimave më lejoni ndeshta do ta marr përsi për t'i thënë vetëm atë që është e shkruar edhe këtu. 4 janë dietar islam. 2 janë elmu në Dubrovnik dhe 2 janë masakru në Gostivar. Allahu i shpërdet të gjithë, na nuk i dallojmë, po duhet të them se si kanë dhënë kontribut ata të cilët që ishin dashamir të dijes, të vatanit, të imanit. Allahu na takoft me ta në xhenet. Tani nuk mbetet tjetër. I nderuar kryetar, mendoj se për ta shpalu pllakën, për t'i pa këto emra, do t'ju kisha ftuar të gjithë dhe këtu bashku me madhërimin e Allahu Gjeleshanuhu, me fjalet Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu, Wallahu Akbar, walillahi ilhamd. Edhe njerëz bashku, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kojt familjarit e Beshir Natif Imeri. Pamjekin. Emil Murat Emini. Kasam Sul Selimi. Hüsni Alaman Bekiri.
Shefil Iman Arifi, Nezir Hasim Shairi, Zekir Sinan Ziberi, Hasan Said Ziberi, Nazim Liman Nuhiu, Nuhi Fidan Nuhiu, Ibrahim Yusuf Ahmeti, Cem İdris Dehari, Çerkes Şefi Yusufi, Ahmet İbrahim Ahmeti, Nazmi Ahmet Ahmeti, Şevki İsa Selami, Kamper Cabir Cabiri, Yahi Haydar Nuhiu, ve Şaban Skender Musliu. Të nderuar të pranishëm, ju falenderoj përzemërsisht në emër të shoqatës Korita Ferret dhe ju ftoj kryesinë e shoqatës që të bëjmë një fotografi të përbashkët. Njerëzit ikën në maki për të kërkuar një jetë më të mirë, por haruan se në fatin korit kishin jetën më të mirë. Larg nga korita të mallin gjyrë dhe zemra të thyje, për ty ave, për ty fati, për ty korit do të jemi gjithmonë krenare.